Ne të nderuar të shikues, shkojmë tani në lidhje të drejtë do të ndjekim pikërisht kryeministrin Edi Rama në eventin për infrastrukturën nëntoksore në zonat urbane me fokus sistemin e kablëve ajrore dhe strukturave të improvizuara që dëmtojnë pamjen e qyteteve. Ndjekim kryeministrin. Dhe bashkitë do të bëjnë administrimin e tyre nëpërmjet një sistemi që tani më e kemi pilotuar me shumë sukses në bashkinë e Dibrës për sa i përket parkut logjistik, gjë që vite pika tjetër do ta shtrim tani më në të gjithë territorin. Do të kemi një park logjistik i cili do të shërbejë bashkive për të gjitha ato punime të domosdoshme të mirëmbajtjes, pastrimit, hapjes kanaleve kulluese, të kanaleve ujitse dhe njëkohësisht edhe për të gjitha ato ndërhyrje të tjera të kësaj natyre që lidhen me situata post-emergjencë në mënyrë që bashkitë të zotrojnë një kapacitet të munguar deri më sot. Por duke u kthyer për një moment te transporti, po ashtu do të lançojmë konkretisht edhe financiarisht do të mbështesim një program për të krijuar kapacitete më domethënëse për parkimet, sidomos në qytetet me intensitet lartë qarkullimi e patjetër duke pas parasysh këtu si prioritet qytetet dhe zonat që janë zona me ngarkesë specifike për shkak të turizmit dhe programi i parkimeve është një program i veçantë që ka disa komponentë të cilët do t'i detajojmë në konferencën përkatëse dhe për të cilat të gjithë bashkitë do të kenë programin të shkruar në të gjithë komponentët. Dua të them që për parkimet kemi disa formula dhe përveç formulës financimi direkt të punës për ndërtimin e tyre përmes fondit dhe krijimit partneritete me bashkitë, siç kemi disa raste suksesshme, si këtu rastin e Beratit, rastin e Gjirokastrës, që kanë lehtësuar jashtëzakonisht këto destinacione gjithmonë më të kërkuara të trashëgimisë sonë kulturore, por edhe një tjetër formulë për t'i mundësuar bashkive që të mund të aksesojnë bankat me projekte specifike të parkimeve apo që të mund të bashkëpunojnë me subjekte private, të cilat do të jenë të ftuara të marrin pjesë në bashkëpunim në ato territore brenda lagjeve që i përdorin aktualisht për parkime të shqetësuese dhe ndotëse dhe ku faktikisht kanë marrë të drejtën e pronës, por mund të angazhohen për të ndërtuar një infrastrukturë parkime shumë fitimprurse dhe njëkohësisht shumë të miqësore me komunitetin. Një tjetër element i rëndësishëm dhe duhet i falenderoj disa nga kryetarët e bashkive sepse kanë qenë aktiv në bashkëpunimin me Ministrin e Pushtetit Vendor, është shtylla që lidhet me zonat ish industriale. Edhe për to kemi një plan të qartë pune me bashkitë. Është bërë identifikimi i zonave ish industriale që janë ende sot e gjithë ditën të braktisura dhe kemi po ashtu edhe modele të krijuara që tani më na japin mundësinë të kuptojmë se si do t'i zhvillojmë këto zona ish industriale. Komponenti tjetër është komponenti i muzeve të identiteteve lokale. Edhe për këtë është bërë një punë deri tani e mbledhjes informacionit nga bashkitë
të cilat do të kenë rol aktiv në këtë proces, sepse për ne është shumë e rëndësishme që duke qenë se është shumë e qartë që rruga jonë është rruga e ngjitjes në një nivel të lartë të klasifikimit të vendeve turistike, kjo nuk mund të jetë diçka e qëndrueshme në rast se ne nuk e pasurojmë ofertën tonë turistike, ku muzeet e identiteteve lokale janë një domosdoshmëri. Në ndërkohë, kemi po ashtu edhe programin për shtrirjen e startupeve edhe në teritoret të tjera, pasi vëmë re që nga një anë kemi një rritje të ndjeshme të kërkesave në programin Startup Albania, për cilin do të nxjerrim dhe një financim të ri në ditën vijim, pasi kërkesat cilësore kanë qenë më shumë se sa çfarë u parashikua në